Hëna rreze argjëntë ishte ngritur lart sipër malit të dajtit, teksa unë bashkë me jetën po zbrisnim shkallët e qytet studentit. Të mallëgjyer të imase, duke e ndjerë barrën e viteve që kanë kaluar. Ishim nisur nga Don Bosco, aty ku banoja me qera, pasi u takuam fare papritur tek pinim kafe në mëngjesit. Donim të ktheheshim në kohë, jeta studionte për letërsi, ndërsa unë për kanto në Akademinë e Arteve, vite më parë. Çfarë ke? Me pyeti jeta. Hiç, asgjë. Si asgjë? Pra na bëj mohabet? Po ti e di se merrem me ese filozofike, i thash jetës. Edhe? Më fal, i thash. Por jam duke punuar në një ese filozofike me tema, a duhet të jem ai që dua, apo siç më etiketojnë të tjerët. Më vjen seriozisht mirë, tha jeta. Faleminderit jeta. Ku do e botosh? Tek Bepi në shtypshkronjën e tij. Po shumë mirë, tha ajo. Çfarë do kishe ndryshuar nga jeta e jote? Asgjë, i thash. Po ndarja me Mozen, si e konsideron? Nuk ka qenë kismeti im, i thash jetës, dhe të jemi sinqert, nuk më erdhi mirë as pak që ma kujtoj. Jo se nuk me kishte marrë malli, megjithatë, në veten time e arsyetoja jetën. Të kujtohet kur të pata sjellur letrën e parë që ta dërgoi babi yt, jetës ju mbushën syt me lot. Me beso asim, akoma ruaja të letër fletoreje, matematike. Sa herë që me merr malli, e lexoj dhe qaj, tha jeta me zërin të kidrizerohej. Po pse qanë? Babi ka 8 vite që me ka vdekur, Zoti më shirofte, amen, tha ajo. Unë, pas diplomimit, ika me gomonën e Itali, nga që rash në duart e një rjeti trafiku, u takova këtë papritur me vajzën e Titozanës në njërin nga pubet e Milanos. U futa këtë pa ndonjë qëllim, thjesht për të qetësuar kur dikush më bylli sytë, të them të drejtën, një tështim me përshkoj në zemër. Kur kthehem dhe e shoh, ç'të shihja, Alketa, vajza që dikur me merrte për dore për të shkuar në klasën e parë, e përqafova dhe më asgjë nuk mbaj mend. Vetëm kur e pash veten të rrethuar nga familjarët e Tetozanës. Kam qëndruar 6 muaj në familjen e saj, pastaj ika në Angli ilegalisht. Atje u martova, atje nisa jetën nga zeroja, atje arrita të jem një pedagoge suksesshme. Jeta, tani të më falësh se do e marr Urbanin, nesër do nisim për në fshat. Po pse? Dua të jem i qetë në studimin tim. Ata që marr nga qetësia e fshatit, se marr dot nga zhurma e metropolit. E përqafova dhe undam tek Merigetini në zemër fjalët e saj, tek i nxirrte nga një zemër e vuajtur. Megjithëse po përpiqesha të mos i përzija mendimet, në mënyrë që studimi im të jetë i kthjellet. A duhet të jem ai që dua, apo siç më etiketojnë të tjerët? Shpirti im rebel nuk e pranonte një gjë të tillë, oqeani i zemrës sa vinte dhe egresohej, kështu duke marrë një vrull të shpjegueshëm në zhytjen e asaj që quhet studim. Udhëtimi shkoi me biseda me njerëz, bashkë udhëtar, vendosa të dëgjoj më shumë dhe të flas më pak, ose ajo fjale që shqiptohej nga unë e stërpërpunoja në laboratorin e mendimit, duke u munduar të vjel nga përvoja e të tjerëve, edhe kur e lëshova televizionin, po zgurdulloja sytë duke qenë i fokusuar në çdo gërmë të një dokumentari shkencore. Madje kisha në duar një laps dhe një letër, duke mbajtur shënim çdo gërmë të atij dokumentari.
Ora për të dhënë lajmet erdhi, prandaj dhe ndërrova stacion. Kur ja, me gërma kapitale shkruaj terrorizmi islamik. O zot! Po pse terrorizmi islamik? Ata kohë nuk dija zë rreth islamit, thjesht dija që jam musliman, prindrit e dija që kanë emër musliman dhe ime gjyshe ka qenë muslimane. Po si mund të quhet terrorizmi islamik, ku njëri me të ëmbël, njëri me zemërbute, nuk kam parë se gjyshen time akoma në jetë?